flas shumë. Edi Rama i jep oligarkut Idayet Ismailaj trekulla 35 katëshe në truallin e jetimore së Tiranës Zyber Hallulli, ndërsa Genç Kuçuku t'i dhuron projektin e ndërtimit të kampusit të fëmijëve tek Vila Gjermane. Ky është kulmi mungesës së ndjeshmërisë dhe i hipokrizisë që arrin në majën e këtyre kullave mbi shtëpinë e jetimëve që po ngre kryeministri socialistëve. Presupozohej që kjo parti të mbrojë shtresat në nevojë nga pangopësia e kapitalizmit e egër. Në fakt, Edi Rama është kthyer në një agent të madh imobilar në shërbim të oligarkëve. Konkursi për zhvillimin e truallit të jetimores Zyber Hallulli u mbyll më 29 janar, por zyrtarisht fituesit u shpallën nga korporata e investimeve shqiptare më 9 shkurt 2025. Sipas korporatës, grupi i udhëhequr nga studio Roykind Architectos do të zhvillojë trekulla deri 35 kate, ndërsa grupi i Hector Barroso do të zhvillojë kampusin e ri të jetimores dhe zyrave të inspektorateve të ish Vila Gjermane. Juria e udhëhequr nga Edi Rama arriti në përfundimin se asnjë projekt propozim nga 5 grupet finaliste nuk i trajtonte në mënyrë plotësisht të suksesshme kërkesat. Prezantimet e 5 projekteve finaliste kishin të njëjtën ide, duke propozuar 3 deri në 4 kulla me lartësi deri në 45 kate. Trualli jetimore u trajtua nga të gjitha ekipet si një nyje investimi zhvillimi imobilar ku dominoi vertikalizmi, densiteti i lartë dhe funksionet rezidenciale elitare, ndërsa hapësirat publike mbetën të kufizuara. Më konkretisht, projekti i investimit quhet Korpusi i Inspektorateve dhe Shtëpia e re e fëmijëve Zyber Hallulli. Gjatë konkursit nuk u prezantua asnjë studim mbi nevojën për zyra nga ky inspektorat që e bën të domosdoshme shkuljen e prej aty të shtëpisë së fëmijës. Aty flitet veç për sipërfaqe shfrytëzimi, ndarje përqindjesh, numër kullash, fasada dhe numër katesh. Propozuesi i suksesshëm është shpallur shoqëria Motus ShPK me 9 kontraktor të specializuar Asab ShPK plus Sony Construction, Roykind Architectos, Julian Kasharaj. Motus ShPK është në pronësi të Idayet Ismailajt, i njohur si ndërtues i kullës mbi Air Albania dhe i prishjes së monumentit të kulturës në hyrje të stadiumit vjetër. Ismailajt janë pjesë e rrethit të ngushtë të ndërtuesve pranë Edi Ramës, me të cilët po ndanë së fundmi pasuritë publike mbi tokë dhe nën tokë, resortet, lejet e kullave, kazinot, heceve, parqet diellore, naftën dhe kromin. Renditja si fitues në këtë konkurs u bë në bazë të përqindjes së sipërfaqes që do të ndërtohet, të ofruar për korporatën, e përllogaritur mbi sipërfaqen totale të metrave katror të kullave. Grupi i Ismailajve ka ofruar 46% të sipërfaqes. Në vend të dytë renditet shoqëria Progen me pronar Genç Kuçukun, që ofron 45.5% të sipërfaqes. Në vend të tretë ishte kompania BEIS ShPK me pronar Hamz Ismailajn, që propozonte 45% të sipërfaqes. Juria përbëhej nga kryeministri Edi Rama, drejtueset e korporatës së investimeve shqiptare, Agjencitë e Zhvillimit të Territorit dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, si dhe arkitekt ndërkombëtar. Nuk ishte ftuar askush nga Shtëpia e Fëmijës, po ashtu ishte përjashtuar nga vendimarrja Bashkia e Tiranës. Në konkursit e mëparshme, bashkia ishte përfshirë me pjesëmarrjen e kryetarit Erion Veliaj, aktualisht në paraburgim si i pandehur për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Thirrja duo për projekt propozim dhe investime hapur më 15 shtator 2025 parashikonte shpërnguljen e jetimores dhe zyrave të shërbimeve të punës nga trualli aktual, si dhe ndërtimin e një kampusi të ri te rruga Gramos Pashko, në ish kompleksin rezidencial të diplomatëve të Gjermanisë. Sipas kushteve, ndërtimi i godinave të reja për jetimoren dhe zyra do të mbulohet nga investitori privat, ndërsa një pjesë e sipërfaqes së ndërtimit në kullat e reja do të jepet për përdorim publik. Quhet KOR, si zëri shumë njerëzve, tha gjatë prezantimit arkitekti meksikan i projektit, që parashikon 3 kulla 20, 25, 35 katëshe të lidhura me ura dhe shfrytëzim maksimal të truallit për parking. 2 prej kullave parashikohen për rezidenca, teksa fasada propozohet të jetë e varur me forma unike të çrregullta. Ndërsa pjesa e kampusit të ri të jetimores ju dha grupit të angazhuar nga Progen me pronar Genç Kuçukun. Për këtë punë janë vënë në lojë 499.000 dubël.
Për këtë punë janë vënë në lojë 499.725.589 lek PATVSH. Dhe më 16 qershor 2025 është mbajtur tenderi ku kanë marrë pjesë 15 operator. Megjithatë, Komisioni i Agollit nuk ka lejuar të bëhet konkurrencë kompanisë së paracaktuar, fituesi i shpallur nga Agolli më 10 korrik 2025. Deri tani nuk është bërë asnjë punë në këtë projekt. 19 Vangel Prela, edhe ai inxhinier, ka qenë një ndër bashkëpunëtorët më të afërt të pronarit të kompanisë dhe qëndronte në krahun e djathtë të Kuçukut në renditjen e foteve të stafit në një faqe të vjetër të shoqërisë së ndërtimit. Problemet me justifikimin e pasurisë dolën në dritë edhe gjatë procesit të vettingut të bashkëshortes së tij, prokurores Donika Prela. Kolegji i posaçëm i apelimit, shkalla e dytë e procesit të vettingut, shkarkon nga detyra prokuroren Donika Prela dhe ish drejtuesen e prokurorisë për krime të rënda. Prela u përball me apelin për shkak se komisioneri publik kundërshtoi vendimin e KPK-s për konfirmimin e saj në detyrë. Ajo u ndëshkua me largim nga sistemi i drejtësisë për shkak të problemeve të vërejtura në pasuritë e saj. KPA vlerësoi të drejta pretendimet e komisionerit publik, sipas të cilit Prela nuk justifikonte në burime të ligjshme disa nga pasuritë e saj. Pika më e lartë e arritur nga kompania e Kuçukut është në vitin 2023. Progen mori kullën e 4 në Tiranë që do të ndërtohet në zonën e Bulevardit të Ri, një projekt me 52 kate në total. Ajo do të zhvillohet nga 2 kompani që nuk duken se kanë kapacitet financiar. Megjithatë, në Shqipëri lekët gjenden. E para, Smart Construction Invest është themeluar vetëm në vitin 2021 me aksionerin e vetëm shtetasin Redi Struga. Për vitin 2022, kompania deklaron të ardhura 28 milion lek dhe 100.000 lek kapital, shumë fish më pak se kosto e kullës që do të ndërtojë. Kompania e dytë që do të marrë pjesë në këtë projekt është Progen, me pronar të shumicës së aksioneve dhe administrator inxhinierin Genc Kuçuku. Pasi e ka nisur me kapital modest, ka arritur të ketë xhiro 1.2 miliard lek, por nuk ka kapital për një kullë të tillë. Progen SHPK kishte filluar rritje të shpejtë qysh prej shtatorit të 2019-s, kur është angazhuar në kryerjen e një vëllimi të konsiderueshëm punimesh në kantierin e Bankës së Shqipërisë për ndërtimin e godinave të reja me punime civile. Kompania ishte nënkontraktuar nga Adstar SHPK për të bërë punime tek Hotel Dajti, pasi kishte fituar tenderin bashkë me një firmë italiane të falimentuar. Një vit më pas, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i drejtuar nga Dritan Agolli, i varur drejt për drejt nga kryeministri Edi Rama, do ta shpallte kompaninë e Kuçukut fituese të tenderit për ndërtimin e parkimit të qytetit të Gjirokastrës me fond limit një shifër teje të lartë, rreth 4.2 miliard lek të vjetra. PATVSH. Fitues është Bashkimi i Operatorëve Progen dhe Sina, të cilët kanë paraqitur ofertën për të kryer shërbimin e kërkuar për një shumë prej 2.9 miliard lekësh të vjetra PATVSH. Pas kullës 52 katëshe, menjëherë qeveria e ka ndihmuar inxhinierin me një dorë parash për Kuçukun. Drejtori FSHZ Agolli ka metodën e përjashtimit të gjithëve përveç porosisë. Tenderi ka një emërtim shumë të gjatë që tregon edhe nevojën e Agollit për të maskuar sa më shumë gropën se ku po i çon 5 miliard lek. Kontrata ka si objekt krijimin e një modeli të integruar të zhvillimit në formën e një parku multifunksional me temën e 100 fshatrave, ferma didaktike Valias. Do të ishte më mirë të quhej rikonstruksion sesa të zbukurohet me terma si ferma didaktike apo 100 fshatrat. Kjo e fundit është kthyer tashmë në mark korrupsioni e Dritan Agollit dhe kryeministrit Rama. Në fund të kontratës, pasi të jetë bojatisur ferma dhe të jetë korrur bari, do të kemi këtë pamje 3D. Ndërkohë Kuçuku është edhe përfituesi i projektit të kullës që pritet të ndërtohet mbi Truallin dhe godinën ekzistuese shtetërore, ku sot ndodhet qendra e shërbimeve arsimore, dhe më parë kanë funksionuar Agjencia Telegrafike Shqiptare dhe Ministria e Mjedisit. Bëhet fjalë për një zonë të preferuar Buzlanës dhe pranë bulevardit Jean d'Arc, shumë afër qendrës së Tiranës. Përveç kompanisë Progen e biznesmenit Genc Kuçuku në Garë, ishte edhe një kompani tjetër e cila u shpall fituese, por u tërhoq pa arritur marrëveshje me korporatën. Sipas asoj projekti është kaluar Progrenit të Kuçukut duke e ulur automatikisht përqindjen e hapësirës që i mbetet shtetit shqiptar nga 45%. Në gjithë këtë histori kullash dhe tenderash, Kuçuku dyshohet të jetë thjesht një emër që shërben si maskë publike për qarkullimin e parave të korrupsionit.
Nga ana tjetër, në fjalën e tij para konkursit, kryeministri Edi Rama e paraqiti projektin e kullave si një mundësi për krijimin e kushteve më të mira për fëmijët jetim dhe si pjesë të një serie madhore arkitekturore që sipas tij e kthejnë Shqipërinë në pikë referimi për arkitektët ndërkombëtar dhe në një universitet të hapur për brezat e rinj. Gjithsesi, të tronditur nga hetimet e SPAK që kanë mbritur në paradhomën e kryeministrit, sipërmarrësit po tregojnë të tërhequr. Bilanci i korporatës në konkurset për pronat publike mbetet negativ. Në më shumë se 16 thirrje të hapura prej vitit 2024, nuk është njoftuar asnjë kontratë finale e përfunduar, ndërsa në të paktën një rast investitori shpallur fitues është tërhequr. Korporata apo Shqipëria 1 euro? AIC është një emër i ri mbi një iniciativë të vjetër. Në kohën e kryeministrit Berisha, pas privatizimit të pronave shtetërore me borde që kryenin ankande, u instalua iniciativa Shqipëria 1 euro që jepte tokën për 99 vjet për projekte ekonomike. Tashmë kryeministri Rama në vitin 2019 i ka ndryshuar emrin privatizimeve dhe e ka institucionalizuar me emrin Korporata e Investimeve Shqiptare. Pallati i Kongreseve është një nga xhevairët më të shtrenjtë që kanë nxjerrë në ankand korporata. Monumenti i Kulturës në pronësi të Bashkisë Tiranë që prej 25 korrikut 2025 me vendim të mazhorancës së anëtarëve socialistë të Këshillit Bashkiak i ka kaluar në pronësi Korporatës Shqiptare të Investimeve, një shoqëri aksionere shtetërore që ka synim zhvillimin e pronave publike. E ndërtuar në vitet e fundit të diktaturës komuniste për kongreset e ish-partisë së punës, kjo ndërtesë ka shërbyer për funksione të ndryshme, nga koncertet e panairet deri te organizimi i samiteve ndërkombëtare, por fati i saj mbetet tashmë i paqartë. Sipas të dhënave që korporata ka bërë publike, mësohet se godina do t'i nështrohet rikonstruksionit dhe se partneri privat do të përfitojë pjesën përkatëse të zhvillimit. Korporata Shqiptare e Investimeve e shtyua fatin për aplikimet për projektin e Pallatit të Kongreseve nga data 26 janar në 16 shkurt 2026. Sipas dokumenteve, përveç ndërhyrjes tek Pallati i Kongreseve, objektivi i dytë i projektimit është ndërtimi një godine të re me përdorim të përzier në pronën për sipërmarrje në kufi me Pallatin e Kongreseve. Dy strukturat duhet të funksionojnë në mënyrë të pavarur, secila mbi identitetin dhe qëllimin e vet të veçantë, përshkruhet në projekt. Shtyrjet dhe monesat tregojnë se projekti ka probleme të pazgjidhura, megjithatë korporata vepron në mungesë transparence dhe nuk bën asnjë sqarim për publikun. The Lift Tower, një projekt që përfshin një shumëkatësh tek inxhinieria e ndërtimit, nuk u finalizua asnjëherë me sukses pavarësisht shpalljes së disa herë. Po kështu janë një seri procedurash të tjera që mbeten pezur, si stadiumet në disa qytete apo projekte të veçanta të lidhura me institucionet si biblioteka e re. I gjithë procesi i identifikimit të pronave kryhet në mungesë transparence dhe pa konsultim publik, ndërsa nevoja dhe interesi publikut përcaktohet në mënyrë arbitrare nga një bord drejtues i emëruar nga Ministri i Ekonomisë dhe Drejtoresha Ekzekutive e korporatës. Në vitet e para të funksionimit, aktiviteti i saj u fokusua te projektet në fushën e energjisë, si ndërtimi i parqeve fotovoltaike, investime turistike në zona të mbrojtura apo prona të ushtrisë si baza e Pashalimanit, Parku Kombëtar i Divjakës dhe Karavastas, Syri Kaltër në Sarandë. Por fokusi ndryshoi krye këput pasi drejtimin e korporatës e mori Elira Kokona, një bashkëpunëtore afër te kryeministrit Edi Rama. Në plan të parë ka dalë rijetëzimi i stadiumeve apo ndërtesave të tjera publike të rëndësishme, një term që nënkupton faljen e tokës publike përreth tyre, kryesisht në zonat të lakmueshme të Tiranës, në këmbim të shpenzimeve të rikonstruksionit apo metrave katror ndërtimi për zyrat administratës. Mënyra se si kjo agjenci po shidhet me pronën publike rezulton në kundërshtim me ligjet në fuqi që mbrojnë sigurinë e pronës publike. Një raport të auditimi i kontrollit të lartë të shtetit që mori në analizë punën e korporatës nga krijimi deri në vitin 2024 konstatoi konflikte juridike në funksionimin e kësaj strukture dhe mungesë mekanizmash për monitorimin e efektivitetit të procedurave dhe të ekzekutimit të projekteve. Sipas KLSH-s, këto paraqesin një risk të lartë operacional dhe institucional për menaxhimin e pronave shtetërore, si dhe nuk garantojnë sigurinë e tyre. Për më tepër, proceset e përcaktuara në këto akte ligjore nuk janë në përputhje me legjislacionin shqiptar mbi prokurimet publike, por mbështeten ekskluzivisht nga kompetencat dhe procedurat e brendshme. Vren më tej KLSH duke evidentuar se korporata nuk ka një metodologji standarde për seleksionimin e projektideve. Edhe në aspektin financiar, deri më sot korporata ka qenë një bar për buxhetin e shtetit, duke thisur miliona euro për paga dhe kosto operative, pa arritur të finalizojë projektet për të cilat u ngrit.
Një tjetër shoqëri aksionare shtetërore, e cila gjendet në vështirësi pasi llogaritë e saj bankare u bllokuan për llogaritë të biznesmenit italian Becchetti që fitoi një gjyq arbitrazhi me shtetin shqiptar. Në fund të majit 2024, një vendim i Këshillit të Ministrave transferoi në pronësi të kësaj strukture 17 prona publike, të cilat më parë i përkisnin ministrive apo agjencive të tjera ligjzbatuese, si dhe 8 godina shtetërore që do të ruajnë funksionin publik, por do t'i nështrohen projekteve të zhvillimit. Kategoritë e projekteve strategjike përfshin edhe parkun teknologjik të Durrësit, Expo Albania në Tiranë dhe projektin Vrina, i cili parashikon investime në fshatin Vrinë brenda parkut të Butrintit. Korporata ka krijuar 2 entitete në varësinë e saj, Albanian State Development and Real Estate, për realizimin e një resorti turistik në ishullin e Sazanit, një projekt i dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump Kushner dhe Durana Tech Park, kompania për financimin dhe ndërtimin e një parku teknologjik në Durrës. Ky fondit është pjesë e skemës së korrupsionit të lidhur me Akshin. Në hetimet që po kryen BKH dhe SPAK, drejtori i licencave të basteve dhe i Durana Tech Park, Gjergji Taho, rezulton pjesë e grupit Agasi, si orientues i investimeve në ndërtime miliona euro të siguruara nga bastet online ilegale me vlerë rreth 30 milion euro në vit. Ndërkaq korporata shpik nevojën për zyra pa kryer asnjë lloj studimi dhe pa ndonjë kërkesë nga administrata, për shembull kadastra, nuk ka një nevojë të përligjur për zyra të reja kur sapo ka përfunduar rikonstruksioni i tyre pas dëmtimeve nga tërmeti. Megjithatë, korporata e përfshiu në planet përkulla, ndërkaq rijetëzimi i zonave urbane ekzistuese dhe lista vjon me projekte për disa studime: Nikodovana Durrës, Selman Stermasi Tiranë, Flamurtari Vlorë, Skënderbeu Korçë dhe Pallati Lojrave Medor Aslan Rusi. Projektet për stadiumet parashikojnë rikonstruksionin e tyre nga privatët në këmbim të tokës publike pranë tyre, për ndërtime masive kullash dhe njësive të shërbimit. Në zonat urbane ka një nën projekt me emrin Copozat, ku nuk ka të dhëna konkrete për pronat publike që do të transferohen privatëve, por sipas Elira Kokonës, bëhet fjalë për copëza toke shtetërore që do t'u jepen investitorëve privat sipas kërkesave të tyre për të mos penguar projektet e nisura ngjitur me këto toka. Projektet për Bregdetin kanë rezultuar deri më tani me mbylljen e procedurave për vilat qeveritare të Vilipojës dhe Vlorës, ku do të ndërtohen hotele me 5 yje dhe ku shteti parashikon të marrë në këmbim suita që do të përdoren për autoritetet shtetërore. Kompanitë fituese në këto 2 projekte janë fituar nga biznesmen pranë qeverisë, i njëjti rreth që ka përfituar me ligjin e investimeve strategjike. Nuk ka asnjë dallim nga mënyra se si u veprua me ligjin 7665 të vitit 1993, i cili parashikonte dhënien me 99 vjet të zonave me përparësi turizmin përmes marrëveshjeve afatgjata me partner të përzgjedhur pa garë. Ndryshimi vetëm është e tashmë po të tërsohen ndërtesa dhe jo troje në mes të qyteteve me funksione publike. Kështu, në këtë nxitim për ngritjen e kullave në vend të shtëpisë së jetimëve, nuk ka një plan se ku do të përfundojnë këta fëmijë derisa të ngrihet kampusi i tyre. Edi Rama e ka treguar publikisht se nuk e mban fjalën. Kujtoni si u zhduki në marrë Republika. Edi Rama në atë kohë dha leje për një pallat dhe premtoi se kinemaja do të bëhej e re në katin e parë. Nuk është çudi që jetimët të mbeten pas 3 ose të përfundojnë në ndonjë konvikt të mbetur bosh.